Të nderuar shikues, mirëmbrëma, do të njihemi bashkë me edicionin qendror të lajmeve këtu në kanalin 7, ndër të tjera do të ndiqni. Drejtuesi i SPAK deklaron se asnjë zyrtar i lartë nuk është imun nga hetimi, por vetëm bazuar në prova. Vendimi për çështjen Balluku në një moment të dytë. Kryeministri Rama premton se të gjithë kapitujt e negociatave do të mbyllen brenda vitit 2027. Ambasada gjermane shpreh mbështetje të plotë për integrimin. Gjykata e Apelit la në fuqi dënimin me 16 vite burg të Mario Përleshajt. Ai vrau me thik bashkëmoshatërin e tij Martin Cani në nëntor të 2024-s. Amnistia penale nis zbatimin në të gjitha burgjet e vendit. 541 persona dalin nga qelit dhe rikthehen në liri. Qindra të tjerë përfitojnë ulje të dënimit. Vjoj mëngjesisht, drejtuesi i prokurorisë së posaçme Klodian Braho raportoi këtë të mërkurë në Komisionin për mbikëqyrjen institucionale. I pyetur nga opozita për akuzat ndaj kryeministrit Rama, i tha se askush nuk është imun nga hetimi, por vetëm bazuar në prova. Braho foli edhe për çështjen Balluku, duke siguruar se në një moment të dytë SPAK do të ketë një vendimmarrje përkatëse. Këtë vit për herë të parë SPAK-u nuk do të raportojnë seancë plenare për shkak të ndryshimeve në rregulloren e kuvendit ndaj deputetët e të gjithë forcave politike. U mblodhën te komisioni drejtuar nga Fatmir Xhafaj për të bërë pyetje drejtuesit të SPAK-ut Klodian Brahos. Gjatë mbledhjes së komisionit, deputetët demokratë ngritën pretendime për standarde të dyfishta ndaj politikanëve të opozitës në raport me ata të majorancës. Gjithashtu, ligjvënësit e opozitës pyetën drejtuesin e prokurorisë posaçme në lidhje me kryeministrin Edi Rama, nëse ai do të thirret apo jo për të marrë në pyetje nga SPAK. Por Klodian Braho udhë poshtë pretendimet për standarde të dyfishta, duke theksuar se për prokurorinë e posaçme, sot në Shqipëri askush nuk ka imunitet nga hetimi. Për SPAK-un janë të gjithë të barabartë para ligjit. Sfida është prova. Sa do të jetë hetimi për moment sekret, do vi një moment hetimi nuk do jetë në sekret, do mbyllet dhe shkojnë në gjykat dhe do jetë më transparent për të gjithë. Por askush nuk është imun ndaj hetimit. Dhe në rastet ku ka prova se mund të ketë kryer një vepër penale. Drejtuesi i prokurorisë posaçme Braho garantoi deputetëve se asnjë provë nuk mund të fshihet në SPAK. Ajo që unë ju garantoj është që nuk mund të ndodhë në prokurorinë e posaçme që të ketë një provë në një dosje, për çfarë do dosje, dhe ajo provë të lihet aty në gjumë apo të mos reagohet. Mbledhja e komisionit zgjati rreth 4 ore. Deputetët demokratë pyetën drejtuesin e SPAK-ut për çështje konkrete, për kallëzimin e PD-s për librin Albanian Files, për çështjen ku përmendet takimi në Aruba, e për çështje të tjera, por prokurori Braho përsëriti se nuk mund flas për çështje që janë në hetim. Të njëjtën përgjigje drejtuesi i SPAK-ut dha edhe për pyetjet e demokratëve, nëse do të kërkojë apo jo edhe një herë imunitetin e ish zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Nuk mund të them më tej detaje konkrete, është një çështje konkrete. Mbas moment të mëvonshëm prokuria do në vijim të hetimeve do ketë një vendimmarrje përkatëse, por nuk mund të komentoj sot një çështje konkrete. Përballë pyetjes së kryetarit të komisionit Fatmir Xhafaj nëse SPAK-u ka nevojë apo jo për ndryshime ligjore, Braho sqaroi se do të ishte dobishme për prokurorët e posaçëm që korrupsioni për shuma të vogla të hertojë nga prokuroria e zakonshme. Mendoj që ka nevojë për rritjen e pragut prej 50.000 lekësh të reja për vepra penale të korrupsionit që janë kompetencë të SPAK-ut, apo edhe për rritjen e pragut të vlerës të procedurave të prokurimit që duhet të jenë në kompetencë të SPAK-ut, sepse në vlerësimin tonë është relativisht e ulët. Dhe mendojmë që veprat penale të kësaj natyre mund të hetohen shumë mirë nga prokuroria e rrethave gjyqësore dhe mund të jenë edhe më efektive. Në javët e fundit drejtuesi i SPAK-ut Klodian Braho ka raportuar 3 herë në parlament, një herë para Komisionit të Reformës Zgjedhore, para Komisionit të Ligjeve dhe këtë të mërkurë edhe në Komisionin për mbikëqyrjen institucionale. Kryeministri Rama premtoi se Shqipëria do të mbyllë plotësisht të gjithë kapitujt e negociatave të antarësimit brenda vitit 2027, ndërsa ambasada gjermane në një deklaratë pas konferencës së 9 ndërqeveritare shprehu mbështetjen e plotë për integrimin ndërsa kërkoi vijimin e reformave. Pas mbylljes së 3 kapitujve të parë të negociatave me Bashkimin Evropian, kryeministri Edi Rama së bashku me delegacionin shqiptar në Bruksel ironizuan kundërshtarët politik, të cilët pretendonin se antarësimi i vendit po çalonte.
Po si thanë, iku kjo punë, vate kjo punë, nuk ka më negociata, por në fakt, jo vetëm ka negociata, por u mbyllën 3 kapitujt e parë. Pra filloi numërimi mbrapsht, mbyllja e kapitujve dhe ne duan s'duan ata që s'duan, do t'i mbyllim të gjithë kapitujt deri në 2027. Megjithatë, përtej skepticizmit të opozitës dhe situatës politike në Tiranë, ndërkombëtarët kanë një qëndrim plotësisht mbështetës për integrimin. Në një deklarat, ambasada gjermane cilësoi këtë periudhë të Shqipërisë si një moment historik. Mirëpresim konferencën e 9 ndërqeveritare me Shqipërinë dhe mbylljen e përkohshme të kapitujve 25, 26 dhe 30, kapitujt e parë që u mbyllën në rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Kjo tregon gatishmërinë e Shqipërisë për të integruar në fushat kryesore të politikave të BE-s, për të thelluar bashkëpunimin në kërkim shkencor dhe inovacion, për të promovuar marrëdhënie më të ngushta arsimore dhe kulturore dhe për të kontribuar në forcimin e sigurisë ekonomike të Bashkimit Evropian. Megjithatë, ambasada gjermane përsërit kërkesën për vijimin e reformave. Ne vlerësojmë përpjekjet e ndërmarra nga autoritetet shqiptare për të arritur këtë moment historik dhe i inkurajojmë ato të ruajnë këtë dinamik pozitive gjatë punës së mëtejshme për kapitujt e mbetur. Ne kemi besimin se Shqipëria do të ndërtojë mbi këtë progres, do të vazhdoj kursin e saj të reformave me të njëjtën vendosmëri dhe do të arrijë rezultate konkrete dhe të qëndrueshme, edhe në fushën e themeloreve. Në konferencën ndërqeveritare në Bruksel, zyrtarët europian vlerësuan ritmin e reformave, ndërsa theksuan se ka ende punë për të arritur vijën e finishit, atë të antarësimit me të drejta të plota. Mbledhja e Komisionit të Reformës Territoriale u shoqërua me debate. Partia Demokratike dhe ajo Socialiste nuk arritën të gjenin konsensusin për vijimin e punës, pasi opozita kërkoi zgjatjen e afatit të komisionit, por mazhoranca vendosi të vijojë e vetme dëgjesat me ekspertët. Pastaj të bëjmë debat mbi Opozita dhe mazhoranca nuk po arrin të gjejnë gjuhën e përbashkët sa i përket vijimit të Komisionit për Reformën Territoriale. Gjatë mbledhjes, të dy palët erdhën me agenda të ndryshme, ku mazhoranca kërkonte të diskutonte raportet e ekspertëve, përgjigjet dhe problematikat e deri më tanishme. një dokument që unë prap i bëftes, hajde të ulemi të dëgjojmë ekspertët, ti dëgjojmë një dokument që i ka të gjitha brenda. Ka brenda edhe analizën e 2014-s dhe analizën e situatës, edhe analizën ligjore, dhe analizën e gjetjeve demografike, dhe analizën e financave, dhe analizën e situatës kapaciteteve të bashkive, dhe burim njerëzore. Por opozita nuk ishte të njëjtin mendim dhe kërkoi shtyrjen e afatit për komisionin deri në tetor. Komisioni ka përmbajtje. Koha është opsionale. Kjo nuk është opsionale. Kjo është e detyrueshme këtu në 2 kolona. Këto etapat këtu janë të detyrueshme për tu realizuar. Ne kërkojmë shtyrjen e afateve të komisionit, siç ju zoti Mazniku jeni shprehur me faktorin ndërkombëtar. Debatet vijuan dhe mëtej, me mazhorancën e cila fajsoi të djathtë për vonesat e shkaktuara në punën e komisionit. Po nga data e konstituimit kanë kaluar 9 muaj, sot që flasim. Dhe e para, e dyta, në mënyrë sistematike kërkonim mbledhje, nuk kishte mbledhje këtë javë, se kemi punë, kemi protest, kemi diskutim. Kërkonim dëgjesa, nuk mundemi se s'është ky, s'është ai, dhe ne jemi treguar në mënyrë sistematike të gatshëm për të akomoduar, por këto janë pamundsuar prej faktit që është zvarritur në mënyrë sistematike mundësia për të bërë takime, për të bërë diskutime, për të shkuar në territor. Pas mungesës së dakordësisë mes palëve, Partia Socialiste vijoi vetëm me dëgjesat e ekspertëve, pa prezencën e opozitës, ndërsa mbetet për të parë nëse palët do të shkojnë me raporte të ndryshme në seancën parlamentare të 23 korrikut. Gjykata e Apelit ka lënë në fuqi vendimin e shkallës së parë për dënimin me 16 vite burg të Mario Përleshajt. Ai vrau me thik bashkëmoshatarin e tij të mitur Martin Cani në nëntor të vitit 2024. Dënohet me vendim të formës të prerë Mario Përleshaj, djali i mitur që vrau bashkëmoshatarin Martin Cani pas një konflikti banal që kishte nisur në rrjetet sociale. 16 vjeçarit do t'i duhet të vuajë 16 vjet heqëlirie për 2 akuza të rënda, vrasje në rrethana të tjera cilësuese dhe vrasje të mbetur në tentativë, gjithashtu në rrethana cilësuese. Duke parë legjislacionin shqiptar, duke parë mundësinë që kishte gjykata për të vendosur mbi autorin e veprës penale,
jemi pjesërisht kënaqur ose do të themi jemi të kënaqur me vendimin e gjykatës, e cili ka marrë një lloj dënimi për autorin e veprës penale. Ky ka dy rrethana cilësuese, dhe dy rrethana cilësuese, shqyqyr që s'kan qenë kalamoj tjera aty, Luizi ishte i vdekur për pjesën e djalit autorit, domethënë, plus se Martini i shkaktoi vdekjen me thikën e zemrës. Ka marrë një vendim pothuajse të drejtë. Ne dhimbja jonë nuk hiqet asnjëherë, domethënë dhimbja është e paimagjinueshme. Më 18 nëntor të 2 viteve më parë, 2 të miturit u takuan në oborrin e shkollës Fanoli për të sqaruar atë konflikt që zanafillin e kishte patur në rrjetet sociale. Më pas debati agravoi jashtë ambienteve të shkollës, derisa Përlleshaj ka nxjerr thikën dhe e ka goditur 14 vjeçaren në zemër, ndërsa shokun e tij Luizin e plagosi rënd. Pasi mori gjuajtjen me thik, Martin Cani ka esur disa metra dhe pasi humbi shumë gjak, u rrëzua në trotuarin përpara shkollës. Pas ngjarjes autori e hodhi çantën që brenda kishte thikën në një ndërtesë të vjetër, e cila u gjet disa ditë më pas. Ngjarja tragjike tronditi opinionin publik, ndërsa pas saj kryeministri Edi Rama vendosi mbylljen e përkohshme të TikTok. Mbi 500 dënuar lanë këtë të mërkur qelit dhe u rikthyen në liri. Të gjithë ata përfituan nga amnistia penale, miratuar pak kohë më parë në parlament, ndërsa shumë të burgosur të tjerë do të kenë ulje të masës së dënimit. Këtë të mërkur nisi zbatimi i amnistisë penale për 541 të dënuar, të cilët përfitojnë lirim të menjëhershëm, ndërsa qindrat të tjerë marrin ulje të dënimit ose forma të tjera lehtësimi. Në burgun e Reçit, 101 të dënuar lanë qelit pas përfundimit të procedurave ligjore. Lex Shkafja përfitoi vetëm 11 ditë përpara se të përfundonte dënimi i marrë për dhunë në familje, ndërsa Igli Muhameti tha se qëndrimi në burg ishte përvojë e vështirë. Vetëm 11 ditë keni përfituar. Morën e mësim nga burgu. Kam pas mësim, se kam jetuar 16 vjet në Gjermani, kam pas mësim, kam jetuar 7 vjeçor, po kryesa 7 vjeçor. Po unë 7 muaj vjetë, 7 muaj kam përfituar. Pse thashë ka bë mirë? Nuk ka bë mirë se në fund vetëm Shqipëri nuk u jetë. Në Korç, 60 të burgosur u liruan nga burgu i Drenovës. Një të re ajo dihet. Pa gabime. Familjarë të shumt pritën të afërmit e tyre mes përqafimesh dhe lotësh. Igli Cëngëtari, një iri nga Devolli, tregon se ka vuajtur mbi 4 vite burg. Unë kam bërë 20 muaj se gjysmën e burgut e kam bërë jashtë. Kam marrë dhe 2 amnisti dhe jam me këtë amnistin jam direkt, si çdo. Po hajtë me gëzuar se edhe një vit kishim, s'kishim e shumë. Shqyr, mirë farë. Tani deshim ca burë, se dhem të duhet të bëjnë ca burë. Për shumë të dënuar tani nis një periudhë e re në jetën e tyre, madje disa të tjerë pretendojnë se vuajtën padrejtësisht. Shumë e vështirë ishte. Si është tani që po del? Një jetë e re. Çfarë ke menduar, si do ta nisësh jetën? Si të tërë të shime punë me mundme. Dhe vojta 2 vjet e 7 muaj. Dhe nuk jam kapur me asnjë lloj gjaje. Jam dënuar pa drejtësisht nga ana e prokurorisë të Korçës dhe gjykatës dhe këtë e kam nga oficeri i policisë gjyqësore Mariglem Besha. E kam me tendencë. Ja i ustaj dhe më ka marrë dhe familjen e qaf. Ai dhe kam 2 vite kusur këtu që s'po takoj dot familjarët e mi. Do ta kërkoni përsëri? Do ta kërkoj dhe kjo është vetëm fillimi. Sa kam dalë do të nis gjithçka nga para. Nga burgu i Fierit u liruan 104 të dënuar dhe 210 të tjerë përfitojnë ulje dënimi. Se mund të rikthehen prapë. Në Shqipëri nuk mund të jetosh dot. Njerëzit pa përkrahas jetojnë dot pa shkelur ligjin. Nga amnistia në burgun e Peqinit përfituan vetëm 4 të dënuar, ndërsa në burgun e Kosovës 127 persona. Gjithashtu 6 të dënuar u liruan nga burgu i Durrësit dhe 9 nga i Vlorës. Prokuroria po heton vjedhje në një shumë të madhe parash nga filiali i postës në Durrës. Drejtuesja kryesore dhe financiere akuzojnë njëra tjetrën për shumën që besohet se mund të arrijë deri në 3 milion euro. Të tjera detaje kanë dalë në dritë nga rasti i abuzimit me fondet e degës së postës shqiptare në Durrës. Gjatë muajve prill dhe maj janë tërhequr nga arka e filialit rreth 69 milion lek ose rreth 700.000 euro të destinuara kryesisht për degët e Shijakut dhe Krujës.
përfshirë fondet për ndihmën ekonomike, invaliditetin dhe transportin e mësuesve dhe nxënësve. Këto para dyshohet se nuk kanë përfunduar në destinacion. Ndërkohë që shuma e vjedhur mund të arrijë deri në 3 milion euro, por kjo mbetet ende për të verifikuar në fund të hetimeve. Nga burime jo zyrtare mësohet se ish drejtoresha e postës Elisabeta Mata i ka kërkuar shefes së financës Valbona Duni një shumë prej 700.000 euro që ishte në gjendje në kasafortat e postës për të kryer disa pagesa. Pasi vartësja ja ka dorëzuar shumën në fjalë një ditë më vonë, ajo ka bërë denoncim tek drejtoria e përgjithshme e postës ndaj shefes së financës për mungesën e fondeve në fjalë. Prokuroria e Durrësit po heton tashmë se ku kanë shkuar parat dhe shumë shpejt pritet të ketë edhe arrestime. Ish drejtoresha Elisabeta Mata është shkarkuar nga detyra dhe të njëjtin fat pati edhe ish shefja e financës Valbona Duni. Aktualisht në prokurorinë e Durrësit janë depozituar 3 kallëzime, nga drejtoresha e filialit Durrës, drejtoria e përgjithshme si dhe shefja e zyrës së financës Valbona Duni. Ministria e Ekonomisë Delina Ibrahimaj dha lajmin se Slovenia është bërë vendi i radhës me të cilin qeveria ka arritur njohjen e pensioneve. Ndërkohë, Ministri i Financave Petrit Malaj njoftoi ndryshimin e ligjeve që lidhen me shërbimet e pagesave dhe bankat me qëllim për t'i përshtatur me Bashkimin Evropian. Kontributet e sigurimeve shoqërore do të njihen edhe nga Slovenia. Pas mbledhjes së qeverisë, Ministri i Ekonomisë Delina Ibrahimaj u shpreh se kjo marrëveshje çon në 17 numrin e vendeve që njohin vitet e punës, ndërsa janë në diskutime edhe me shtetet e tjera të Unionit. Bashkë me marrëveshjen që po firmosim me Sloveninë, janë 11 marrëveshje të cilat janë firmosur me vendet e Bashkimit Evropian. Janë 4 marrëveshje të tjera të cilat janë duke u negociuar dhe shumë shpejt ne mendojmë që do t'i sjellim në Këshillit të Ministrave për të miratuar dhe më pas për të firmosur. Gjithashtu, Ministri i Financave Petrit Malaj bëri me dije se janë propozuar ndryshime për 3 ligje të sistemit financiar që synojnë modernizimin dhe përafrimin me legjislacionin e BE. Konkretisht, kemi propozuar ndryshime për ligjin e sistemit të pagesave, kemi propozuar ndryshime për ligjin e shërbimit të pagesave, si dhe disa ndryshime në ligjin për bankat në Republikën e Shqipërisë. Këto ndryshime të cilat ne kemi propozuar kanë si qëllim jo vetëm modernizimin e sistemit aktual financiar në Shqipëri, por janë dhe në funksion të përafrimit të gjithë kuadrit ton ligjor dhe harmonizimit të plotë të tij me direktivat e Bashkimit Evropian. Sipas Malajt, këto ndryshime sillin benefite për qytetarët dhe reduktim të kostove për transaksionet financiare. Qeveria në Prishtinë ka shpallur non grata ministren serbe Snežana Paunović pas deklaratave të saj në mbështetje të spastrimit etnik në Kosovë. Ministri i Brendshëm Xhelal Zveçla tha se deklaratat e ministres serbe përbëjnë rikthim të retorikës së spastrimit etnik dhe kërcënim ndaj Kosovës. Një ditë më parë edhe Tirana zyrtare si dhe Komisioni Evropian reaguan ashpër duke i quajtur deklaratën tronditse, fyese dhe të papranueshme. Por nga ana tjetër, ministria serbe mori mbështetje nga kreu i Partisë Socialiste të Serbisë, Ivica Dačić, që tha se fjalët e saj nuk ishin thirrje për dhunë. Këtu kemi përfunduar, më falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë.